So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you made me wasn't lost and found. You came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me. Yeah. Till the keys held me near. Now I'm no longer down for. Kamela Islamaj, faleminderit Kamela, na ka kthyer në pjesën e dytë të emisionit. Jemi duke folur për pjesëmarrjen e grave në politikë. Dhe në fakt jemi duke folur në kontekstin e një fushate elektorale për zgjedhjet lokale që po zhvillohen. Ndërkohë që aleanca e grave deputete bëri që le të themi të futet, të bëjë ndryshime në kod dhe të futet kuota 50% për përfaqësimin e grave në këshillat bashkiake. Nga ana tjetër, rrjeti i grave në politikë ka, le të themi, bashkë me gratë të cilat kanë qenë anëtarë të këshillave bashkiake në zonën e Shkodrës, në zonën e Lezhës, ka bërë disa projekte të cilat mund të quhen suksesshme për të parë dhe për të ardhur tek pjesa e cilësisë. Mirësasia, po duhet edhe cilësia. Sadiela Ulloni ka përgatitur një reportazh pikërisht në Shkodër dhe Lezhë ku janë bërë këto projekte. Ndjekim materialin dhe kthehemi me një bisedë. Janë gjithmonë bashkë me harmoninë që i karakterizon. Nirvana Lekaj dhe Felek Kasemi nuk i trëmbin bindjet e kundërta politike. Ato kanë zgjedhur të shërbejnë komunitetit shkodran, qytetarët e së cilës i kanë zgjedhur si këshilltar të Këshillit Bashkiak. Dhe interesat e qytetit i kena vënë përpara interesave partijake. Nuk e kena pa me synin jo e krahut djath apo e krahut majt, por thjesht gjetë me një frymë mirë kuptimi që të shërbenim sa do pak njerëzve tanë. Nuk është rastishme vizita e tyre në gjimnazin dhe shkollat e qytetit. Ato janë iniciatorët të zbatimit të projektit për ngritjen e bibliotekave, duke u mbështetur nga rrjeti i grave në politikë. Unë duke qenë mësuese, pak a shumë e kam idenë se çfarë libra janë për bibliotekat e shkollave. Se ka vite që shkollat nuk janë furnizuar me materiale të reja, me materiale të dobishme, që nxënësit të përgjigjen programeve mësimore. Ne menduam që të marrim librat e fundit që kishën dalë në treg, libra që të kishin në qendër të fokusonin gruan, ose libra të tjerë si enciklopedit, fjalor që të shërbenin direkt nxënësave, mos ishin libra vetëm që të zbukuronin bibliotekat.
Falë kësaj iniciative, tashmë nxënësit e gjimnazit 28 nëntori do të kenë çdo literaturë fjalore, por jo vetëm, për të pasuruar dijet e tyre. Janë libra të cilat vlen jo vetëm për procesin, pra mësimor, por edhe për maturën shtetërore. Unë si nxënëse gjimnaziste e vitit të dytë, e them me plot gojë që ky kontingent librash më ka ndihmuar dhe vazhdon të më ndihmojë mua në ecurinë time mësimore. Ky projekt është trirë në 7 shkolla dhe në shtëpinë e fëmijës në qytetin e Shkodrës. Për këtë, Felek Kasemi thotë se bashkë me të anëtarët e tjera të Këshillit Bashkiak kanë punuar me përkushtim për t'u ndjerë të motivuar për zgjedhjen që i kanë dhënë në pushtetin lokal të qytetit. Them drejtën, këto 4 vjet unë jam rrit, jam formu, edhe e di se çfarë është politika. Them që marrëdhënime që kanë vlerë, që do t'i shërbejnë komunitetit Shkodrës, që do t'i shërbejnë shoqërisë këtu ne ku jetojmë. Nga Shkodra në Lezhë, shembuj të rezultateve në nivel lokal të grave pjesëmarrëse në politikë në shërbim të komunitetit nuk mungojnë. Dave Rusta është e vetmi anëtare e femër nga 25 në Këshillin Bashkiak të qytetit të Lezhës. Kjo nuk e bën inferiore, por i ka dhënë forcë për të qenë e fortë e për të thënë se gratë janë të barabarta. Shumë herë ndjehesh e vetmuar, ndjehesh, por gjithsesi me ato forca që kemi, ato mjete që ketë, ne vazhdojmë të luftojmë, vazhdojmë të punojmë. Ajo është iniciatore e projektit për kryen e mamografive dhe analizave të ndryshme për gratë e këtij qyteti. Të njëjtën iniciativë ndërmori dhe Flora Jushi, anëtare e Këshillit Bashkiak në qytetin e Rubikut. Menduam që të bënim, domethënë, diagnostikimin e një grupi grash të përbërë nga rreth 150 veta në një qendër diagnostikuese në Tiranë. Ky ishte hera e parë që bëri për Lezhën? Po, ishte hera e parë faktikisht që bëri për Lezhën, domethënë nga rrjeti i grave në politikë. Menduam të përfshinim ato gra që ishin faktikisht shtresa më në nevojë, domethënë na u desh një punë goxha e madhe, pas hartimit listave, njëkohësisht edhe me fushatën që bëm derë më derë me gratë, sepse natyrisht me keqardhje, por mungesa e informacionit dhe kultura shëndetësore në tërësi në Shqipëri lë për të dëshiruar. Këto nuk janë të vetmet. Shumë gra përto hynë në politikë për të qenë pranë komunitetit, mbështesin barazimin e bërë së fundmi në kodin zgjedhor dhe janë gati të nxisin përfaqësimin e tyre në politikë në nivel lokal. Pa pasur asnjë paragjykim për burrat në politikën e përditshme, ato apelojnë për më shumë përfaqësim që do të ndihmonte zhvillimin lokal dhe decentralizimin. Femra e ka dhënë potencialet e veta, ka shkëlqyer në të gjitha fushat. Tash ka ardhur koha që të punohet shumë, të lehen fjalët dhe të bëhet punë. Ky ishte materiali përgatitur nga Sadiela Olloni, thash që rrjeti grave në politikë ka qenë i financuar nga ambasada zvicerane, ka qenë, le të themi, mbështetës i këtyre grave apo jo. Pse ky interes për këto gra dhe për pjesëmarrjen në politikë të grave? Po, besoj që programi ka pasur në fokusin e vet në fakt jo çështje gjinore, por zhvillimin vendor dhe decentralizimin. Duke u nisur edhe nga fjala decentralizim, në fakt do të thotë që ta ndash pushtetin, ta decentralizosh. Unë nuk do doja ta vija në kontekstin e qeverisjes, por në kontekstin e fenomeneve shoqërore. Aktualisht, jo vetëm shoqëria shqiptare, por edhe shoqëri të tjera dominohen nga mbajtja e pushtetit të dorën e kryesisht të burrave. Përjedhoj filozofia e dekoncentrimit të këtij pushteti dhe shpërndarjes në mënyrë të barabartë tek të gjithë anëtarët e shoqërisë, tek të gjithë komunitetet, ka qenë pjesë e filozofisë së programit. Ajo që ne konstatojmë me interes është fakti që programi nuk ka synuar që ti ofroj skema të gatshme grave anëtare të Këshillave Bashkiak, sikundër edhe burrave anëtar të Këshillave Bashkiak, sepse këto programe, këto mbështetje janë votuar nga këshillat vendor, nga bashkiakët, ku në të vërtetë ka pasur mazhorancë burrash. Kështu që në këtë pikpamje unë besoj që ka konsensus brenda partive politike për nisma të mira, por natyra e programeve, natyra e projekteve që këto gra vendosën të zgjedhin, në fakt ishte e natyrës sociale, me impakt të gjerë, kryesisht atyre shtresave të cilat ka nevojë të fuqizohen. Dhe besoj që kur flasim për mënyrën se si duhet ta kthejmë politikën nga gjua e numrave tek cilësia, tek vizionet, tek reformat, ky model ja vlen për të diskutuar. Ato pas kanë funksionuar më tepër si OJF, se sa si
le të themi, disa të përfaqësuese të komuniteteve të tyre në këshillat bashkiake. Këtë punë mund ta bënin shumë mirë dhe duke qenë jashtë këshillave bashkiake. Besoj që e rëndësishëm më shumë se sa aktiviteti është procesi pjesës të cilit këto përfaqësuese këshilltare kanë qenë. Sepse nismat e tyre, sigurisht mund t'jenë nisma edhe të burrave, sigurisht mund t'jenë nisma të OJF-ve apo grupeve të tjera të interesit, por këto nisma janë votuar në këshillat bashkiak. Madje, njësi vendore, si ajo e Lejshës, bje fjala, ranë dakord që të dyfishonin edhe buxhetin në mbështetit të këtyre nismave. Si që ishte kjo për mamografi. Shëndetin parandalues. Kësisoj, unë nuk besoj që është logjikë OJF-je, besoj që është logjikë në mbështetje të interesave publike, ku sigurisht OJF-t luajnë rol. Luajnë rolin e tyre. Do doja të theja edhe një herë tek Parlamenti i Shqipërisë dhe tek lobingu që Aleanca e grave deputete ka bërë, sepse flasim për superioritetin e grave edhe të burrave. Unë kam bindjen se ato të 30 gra të cilat janë pjesë e Parlamentit Shqipërisë të cilat kanë lobuar, nuk do të kishin arritur të bënin shumë nëse nuk do të kishin patur konsensusin e 110 burrave tjerë që janë pjesë e Parlamentit Shqipërisë. Që do të thotë se sensibilizimi, ndërgjegjësimi ka qenë i gjithë Parlamentit dhe në përgjithësi i gjithë shoqërisë për të bërë të mundur vendosjen e kësaj kuote. Unë jam i bindur se ka gra dhe vajza të cilët janë shumë më të afta për të marrë përgjegjësi në disa sektor, ashtu siç ka burra të cilët janë shumë më të aftë për të marrë përgjegjësi të tjera në sektor të ndryshëm. Ne sot flasim vetëm për kuotat gjinore në këshillat bashkiake. Harrojmë administratat publike, harrojmë raportin që duhet të vendoset edhe në administratat publike. Kam idenë që në administratat publike ka më shumë femra se sa meshkuj. Unë sot pa patur një ligj. Në rang drejtues është tjetër gjë pastaj. Pa patur një ligj që më kondiciononte që të vendosim 47% e administratës publike në Bashkinë e Lezhës janë gra dhe vajza. Dhe 40% janë në poste drejtuese. Në 9 drejtori që ka Bashkia e Lezhës, 4 janë vajza dhe gra. Gjatë që tregon se nëse ne do të dimë të vlerësojmë me vërtet e cilësinë, aftësinë, backgroundin e grave dhe vajzave, ne do t'i bëjmë një shërbim shumë të mirë publikut. Nëse ne pastaj do të mbesimi vetëm, apo do të bim viktim e vetëm kuotave, atëherë kam përshtypjen se ne nuk do të arrijmë që të realizojmë objektivin që kemi përmes këtyre vendimarrjeve të rëndësishme. Vetëm se tani, pyetja ime është kjo. Natyrisht është shumë mirë që u bë 50% përfaqësim i grave në listat për këshillat bashkiak. Por puna është që a i kemi ka i shumë gra që do përfaqësojnë dhe këtu dalin të cilësit. Gra që tjenë, do natyrisht gra ka shumë, po gra të cilat ta meritojnë që të përfaqësojnë komunitetin, apo të meritojnë besimin e partisë për të bërë pjesë e këtyre listave. Sepse kurthi mund tjetë ky që kuota e vendosur fillon dhe le themi e rrëzon cilësinë, sepse ty të duhet plotësosh 1 në 2 emra ta kesh gjithmonë grua dhe atëherë ti do marrësh mjaft që ti jesh në rregull me atë që është vendosur në ligj. Keni drejt Alban, në fakt ka qenë edhe shqisimi jonë i Aleancës grave, sepse ne sfiduam diçka, por ne duam që t'jemi të suksesshme për të vijuar më tutje. Dhe për zgjedhja, sepse tashmë janë formësuar listat e këshillave bashkiake në gjitha bashkitë e vendit për gjitha forcat politike, unë po jap për rastin e Partisë Socialiste në Bashkinë Shkodër, nuk ka qenë fare vështirë, sepse ju e dini me reformën territoriale tash i bashkit janë bërë shumë më të mëdha dhe nuk kemi më 365 njësi dhe 365 këshilla, po kemi vetëm 61 dhe të gjesh aq gra cilësore është fare e thjesht, vetëm duhet vullneti politik për të renditur sipas shpërndarjes territoriale, sipas cilësive, sipas meritave partijake gjithsesi, sipas meritave qytetare, dhe kjo është plotësisht e realizueshme. Si bëhet përzgjedhja? Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për gratë, po e kam fjalën për listën përgjithësi. Si përzgjedhen ata që do të jenë te kjo listë? Kush i përzgjedh? Kemi qenë një grup ku deputetët kanë rol të rëndësishëm, po them rastin e Partisë Socialiste, kandidatja edhe një ekip përfaqësues nga Partia Socialiste, e
gjithë, domethënë, e bashkisë të vogël sot Shkodër bashkë me 10 komunat që ka, edhe ka qenë si një lojë shahu në fakt, sepse duhesh të sigurojmë shpërndarjen territoriale, të kemi përfaqësimin, meritën e karrierës partijake, meritën qytetare, sepse është një listë e cila do dali para publiku dhe është qytetari që do ta votoj, por është e realizueshme. Unë për shembull jam jashtëzakonisht e kënaqur me çfarë kemi realizuar në Bashkinë Shkodër. Linja ka qenë e tillë që kemi pas, si më thënë, rreshtin e burrave dhe rreshtin e grave, dhe mund t'ju them që po të marrim vetëm listën e grave, kemi gratë të shkëlqyera, për shembull gratë e Shkodrës udhëhiqen nga një zonjë e cila është me eksperiencë të madhe në fushën e menaxhimit, është njëri shumë aktiv me njohje qytetare, dhe pasohet pastaj nga zonja që kanë shpërndarje nëpër komuna, arsimtare, juriste, gratë reja, gratë biznesit, pra kemi një listë 26 grash të cilat i bëjnë nder Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Të Shkodrës. Erisa? Po, patjetër që me daljen dhe me miratimin e ligjit, absolutisht edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ne nxorëm një udhëzim faktikisht të brendshëm të sekretarit përgjithshëm, ku parashtruan përveç kritereve ligjor që janë të sankcionuar në kod, edhe kriteret që ne mendojmë që duhet ketë një kandidat i Këshillit Bashkiak, ku parashtrua që duhet ketë një integritet moral, shoqëror, të ketë dhënë një kontribut në shoqëri, të paraqesi një platformë, pra se cili nga kandidatët që ka dëshiruar të kandidoj brenda partisë për të zgjedhur në Këshillin Bashkiak, ka paraqitur një platformë pse duhet të zgjidhej, çfarë vizioni ka për territorin e Tiranës, flas konkretisht, dhe çfarë kontributi mund t'japi ai për përmirësimin e cilësisë shërbimeve, po edhe për punësimin e njerëzve. Pra vizioni i tij konkret. Marr rastin tim, kam qenë në Njësinë Bashkiake numër 5, ku unë zhvilloj aktivitetin politik, kemi pasur mbledhjen e grave, komiteti drejtues grave, është bërë zgjedhja mbi parimin një antar një vot, pra unë së bashku me disa gra tjera, 15 gra, nga këto janë zgjedhur 6 që duhet i delegoheshin kryesisë LSI-së Tiranës. Më pas, mbas propozimeve të 11 njësive bashkiake, u pati një mbledhje të kryesisë partisë, ku aty u diskutua se cili nga emri si kishin dalë me votat në Njësinë Bashkiake, gjithashtu dhe programi dhe çfarë alternative ofronin ata, gjithashtu edhe arsimor, CV-ja dhe të gjitha për të pasur një listë sa më dinjitoze. E them të thjesht, jo vetëm për ne si LSI, sepse ne kemi 30% të listës do ta kishim nga rinia. Mund t'ju përmend që vërtet unë jam e para që kryesoj listën, po kemi parasysh që i dyti është profesor Shezai Rokaj, që është një personazh dhe një intelektual i cili ka ardhur gjithashtu ka qenë në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Ka qenë në Këshill, vjen nga një botë akademike, profesionale, gjithashtu ka ardhur në LSI si pasojë e shoqërisë civile dhe involvimit të tij akademik. I treti është Eriona Bixha, që është koordinatore e studentëve. Ajo çfarë duhet di unë është sa burra është dashur kryesisë Tiranës të djegi në mënyrë që të përfaqësoj gratë në kuotë. Nuk flasim për djegje këtu. Nuk ka lidhje. Atëherë sa gra është dashur të djegi në mënyrë që të përfaqësojnë burrat në kuotë. Në moment që hartohet një listë, gjithmonë do të ketë njerëz që do përfaqësojnë, por rëndësishme është që kjo listë jetë përpiluar në mënyrë meritokratike dhe të përfaqësojë bazën. Pse? Sepse është një listë që duhet motivoj njerëzit dhe gjithë elektorat, por jo vetëm elektoratin e LSI-s, por edhe më gjërë, sepse synimi është marrësh dhe votat të personave që nuk shkojnë votim apo që janë indiferent ndaj zgjedhjeve, dhe mund t'ju them një gjë që lista e LSI-s 30%, 39 nga 61 janë të rinj, ku presupozohet që janë vajza dhe gra, dhe djem. Nga ana tjetër, vajza dhe djem, dhe 50% nëpërmjet kodit janë gra. Pra, kur ka vullnet dhe kur ka dëshirë, absolutisht që gjen gratë zonja dhe ka me shumicë Shqipëria, ka me shumicë secila parti, rëndësishme është ku të ndërthuret meritokracia, angazhimi politik me arsimimin, sepse për mendimin tim arma më fort që kemi pasur në gratë në politik për të ecur, ka qenë arsimimi, dia,
ku është arma më e fortë që ne Po pse është të arma juaj më e ndryshojmë. fortë kjo? Për mua, unë e kam këtë si postulat. Do me thënë, në qofë se ti je arsimuar, je edukuar, ke mundësi të kontribosh, po ke mundësi të kontribosh. Arsimohen. Po tani, gjithmonë ka qenë pushteti i burrave. Ne kemi dashur të luftojmë që të marrim atë hapësirë që na përket. Dhe si do ta merrnim? Me forcën e mendjes. Dhe kështu e kemi arritur, mendoj unë. Dhe fakti që ti sot ke në listat gjithmonë më shumë njerëz të mirë shkolluar, njerëz të mirë edukuar, që mund të japin kontribut, sepse ti shkon në Këshillin Bashkiak për dhënë kontributi, nuk shkon aty thjesht për të ngritur një karton. Ideja është që ti po bjem në përsëritje të thënurit që kanë kontribut dhe kanë merita dhe janë të formuar. Pra këtë e tham në 5 minutat në vijim. Ja, po pa tjetër, vetëm ta... Duhet e nacionalizoni pak kohën në mesazh. Po, e drejton Albani, nuk e drejtoj ju. E drejton Albani, se drejtoj ju. Ela mos u shqetësoj edhe ti ke kohë. Gjithsesi, pa merak, ja jap fjalën opozitës me shumë kënaqësi. Faleminderit. Atëherë, unë dua të them në lidhje me, do të them diçka në lidhje me listën e Këshillit Bashkiak për Tiranën. Unë nuk kam qenë pjesë e vendimarrjes dhe nuk di të them për kriteret. Pra si është proceduar nga pikpamja operacionale, u morën njerëzit u futën në zyrë, u pyetën ngritën dorën apo jo. Dhe kjo është e parëndësishme për publikun. Ajo që është e rëndësishme për publikun është outputi, produkti final, del lista dhe unë si publik, pra mund të kthehem te roli i publikut, e shikoj listën dhe shoh se cili është produkti final i asaj mbledhje. Mosha mesatare e Këshillit e propozimit për Këshillin Bashkiak në rastin e Partisë Demokratike është 42.27 vjeç. Pra, çfarë kuptoj unë si një njeri që e vë pak mendje në punë, që aty e kemi bashkuar eksperiencën. Kemi zotin Kosovrasi, 71 vjeç, personin më të rritur, dhe kemi 26 vjeç, Lediana Fratari, vajzën më të re. Nëse shkojmë tek lista e femrave, kemi zonjën Zana Guxholli, e cila gjithashtu ka një karrierë jo vetëm akademike, por ka shërbyer si këshilltare kryeministrit, ka punuar jashtë vendit dhe brenda vendit. Ajo është më e rritura në listën e grave. Zonjësha Fratari është studiuar në Angli, ka një CV shumë të pasur, pra ne kemi bashkuar moshën, që do të thotë eksperiencën, formimin akademik, por kemi edhe një detaj tjetër. Nëse ne shikojmë listën me pak vëmendje, shohim që jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin kontribut politik. Pse? Sepse Këshilli Bashkiak nuk është vetëm një kontribut politik, është gjithashtu një kontribut qytetar. Kështu që ne shohim atje zotin Basha me pra ka vendosur koordinatorët, të cilët dhe grupi i punës i ka aprovuar me të drejtë. Ata nuk kanë ndonjë kontribut politik të gjatë, unë personalisht kam hyrë në parti vjeshtën e vitit të kaluar, por jam e vendosur atje, sepse me siguri vizioni është ky, të bashkojmë eksperiencën, të bashkojmë qytetarin, politikën, dhe gjithashtu formimin. A do jenë gradë dinjitoze në përfaqësimin e tyre nga pikpamja cilësore? Unë besoj thellësisht që me atë formim që kanë, nëse ne i shikojmë si vinë, nuk do t'i lërë formimi të bie në Gracka. Nuk do t'i lërë formimi të bie në Gracka. Të bie në Grackë. Në Gracka jo cilësore. Qartë. Se nuk i lë formimi, nuk i lë eksperienca, nuk i lë background-it. Besoj, kjo është ajo që unë besoj. Cilësia duket e garantuar, po që e kështu gjithandej duke shumë mirë gjërat. Duhet të shtoj diçka në lidhje me atë çfarë tha Erisa, në Shqipëri, vetëm sa ka nisur ky proces i kotizacioneve, sepse në një të ardhme shumë shpejt do ketë nevojë për kuota nga burrat, për shkak se në Shqipëri... Edhe sonte thotë... Jo, në Shqipëri shkollimi i grave është shumë i lartë, dhe pesha që përmban gruaja në ekonomi është gjithmonë më e lartë në krahasim me peshën që mbajnë burrat. Dhe ne flasim me një realitet, pra mos marrim si shembull Tiranën, marrim si shembull të gjithë lokalitetet e tjera, ku gruaja ka peshën kryesore në ekonominë. Dhe është e padiskutueshme. Në peshën kryesore në ekonominë. Po të marrësh listat e të papunëve, për shembull. Në Shkodër ke rreth 10.000 persona të papunë, që është një numër shumë i lartë. Dhe nga këto 10.000 persona të papunë, rreth 8.000 nga ata janë burra. Pra, bëhet fjalë për një... Papunësiat e gratë është më vogël, thua? Më vogël, sepse gratë, edhe për shkak mundësive që ofrojnë fabrikat të ndryshme në Shkodër, po edhe për shkak se burrat kanë tendencën të lidhen më shpejt në situata pa mundësi ekonomike me problematika, sidomos kur i përkasin një nivelit të caktuar ekonomik, me problematika që shoqërojnë krejt
Mos është edhe çështje deklarimi që ka më shumë burra të deklaruar pa punë se sa gra? Problemet çështje cilësore, sepse jo, është çështje që ka lidhje me shumë kushte sociale, por edhe për shkak një lloj parazitizmit ardhur nga remitancat e emigracionit, pra që në Shqipëri kjo ka patur pasojën e vet dhe ka qenë një lloj marrëdhënie farefisnore, le të themi, mes atyre që kanë punuar jashtë shtetit dhe atyre që kanë jetuar në Shqipëri. Dhe ndoshta kjo, e bashkuar me atë pjesën që burrat duke mos punuar për një periudhë gjatë janë bërë edhe pjesë, flas gjithmonë në pjesën periferike, por që është me shumicë të madhe, janë bërë pjesë e problematikave të ndryshme që ka shoqëria sot, siç është le të themi alkooli, bigjozi e tjerë, dhe këto vetvetjojnë... Janë gratë që mbajnë barën e shtëpisë, Dhe janë gratë që mbajnë barën e shtëpisë. Janë me mija gra, po dalesh në mjes në rrugët e Shkodrës, ke me mija gra që shkojnë punë. Pra me bicikleta, me autobus, me mija gra. Dhe vetvetju, kjo do bëj, nuk them që... Po gjithashtu po të marrë... Ato gra aty kanë qënë, pse i ndrohet mendja atyre tani të votojnë për juve dhe jo të votojnë për një mashkull? Jo, nuk është se këtu po më thua që duke qenë më aktive, duke mbajtur barën, natyrisht ju favorizojnë ato gratë të cilat duan t'i futen politikës. Në të ardhmen, kjo lloj ambicie që po shfaq gruaja shqiptare, qoftë për vetë realizim, qoftë për punësim, pra sepse shumë e rëndësishme që të kombinohen këto dyja, do bëj që një të ardhme shpejt, kjo grua t'jetë shumë prezente në politikë dhe t'jetë dominuse dhe vetvetju do ketë nevoj për tushën i cili po e kërkon që tani kuotën. Unë kam përshtypjen se ligji për vendosin e kuotave në këshillat e ardhshme bashkiak nuk e ka zgjidhur gjithë problemin, sepse tre forcat më të mëdha politike, përfaqësimin me gra dhe vajza e kanë zgjidhur, o kanë vendosur të paren në bazë të backgroundit ose të konsensusit dhe të aftësive për të marrë votat, por janë 62 parti të tjera, sidomos në vendet të ndryshme, në bashki të ndryshme, do lobojnë fuqishëm dhe ato kanë vetëm burra. Pra, nëse Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Lezhës, Bashkisë së Re të Lezhës, do të ketë 41 antar Këshillit, unë kam shumë frikë se nuk do të ketë shumë gra, për shkak se shumë antar, shumë kandidat të këtyre forcave të vogla politike do të marrin mjaftueshëm vota për të qenë pjesë e këshillave bashkiake. Kështu që besoj se ligjin Aleanca e Grave nuk e ka pas shumë mirë për t'ia dhënë përfaqësimin mirë grave në këshillat e ardhshme bashkiake. Kjo është zgjidhur edhe me zgjerimin e bashkive, sepse kuota për të hyrë niveli, pra pragu për të kaluar një parti e vogël është shumë e lartë, sepse është zgjeru shumë bashkia. Sa është pragu tani për... Po, pragu është në varësi të numrit. Sa është bashkia, pra votuesve që ka bashkia, në Shkodër është diku te 1500 dhe kjo ka demotivuar shumë parti të vogla që të lobojnë për këtë lloj që siç përpara kanë bërë. Thjesht për të pasur edhe një balancë të diskutimit, jo vetëm këto po mendoj përkundrejt qytetarëve. Unë e shoh kodin, jo vetëm çështje të zgjidhjes së çështjes së gruas. Kur bëjmë fjalë për përfaqësim, bëjmë fjalë për përfaqësim të komunitetit në vendimmarrje. Dhe kur flasim për përfaqësim të grave dhe të burrave, po flasim për një përfaqësim të drejtë. Dhe ajo çfarë ne kemi kërkuar si pjesë deputete në parlament, e përfaqësimit, pikërisht kjo ka qenë piknisja jonë. Pra për një përfaqësim të drejtë gjinor në vendimmarrje. Përsa kohë që ka pasur një diskriminim të verifikuar. Kur flasim për përfaqësimin pastaj në nivel territorial, në nivelet e këshillave bashkiake, të njëjtat kritere që vlen për burrat, të njëjtat kritere vlen edhe për gratë. Të njëjtat përkatësi apo përfaqësi sipas territorit të domosdoshme për të qenë në këshill, vlen për burrat, vlen edhe për gratë. Sepse po flasim në nivel territorial dhe po flasim për përfaqësim të drejtë. Pikërisht këtë kemi kërkuar përmes kodit, por edhe përmes procesit të përzgjedhjes së antarëve të këshillave në këshillat vendor. Kuptohet që shoqëria jonë ka problemet e veta. Do të duhet kohë për të absorbuar dhe për të pasur gjithnjë një përfaqësim më të mirë,
të grave dhe të burrave në këshillat vendor apo në nivele vendimarrëse të tjera, qoftë edhe në parlament, dhe sigurisht një ndër kriteret bazë që duhet kihet parasysh është fakti i integritetit, i personalitetit, i meritokracisë, i profesionalizmit, përfaqësimit territorial dhe gjinisë. Mendoj që këto janë disa kritere që do duhet të jenë pjesë e këtij procesi, që në fakt ka pasur një hap të parë të verifikuar me hartimin e listave të para mbas zbatimit të kodit, në ndryshimit të kodit zgjedhor, kuptohet që vetë sjellja e shoqërisë, fakti që një kërkesë e tillë e përfaqësimit të drejtë gjinor vjen ka ardhur natyrshëm në nivele drejtuese, u përmend më përpara, ne kemi gratë drejtuese në nivele të rëndësishme administrative publike sot. Kanë një eksperiencë shumë të vlefshme, kanë kontribuar në shërbim të qytetarëve, në shërbim të publikut, të komunitetit. Dhe duke qenë një rritje edhe e grave, por edhe e të gjithë shoqërisë për të kërkuar më të mirë në nivelin pjesëmarrës, do të vijë dhe kërkesa për të pasur një përfaqësim gjithnjë më të mirë në bazë të grave dhe të burrave. Mirë, kalojmë publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit pas pak.